Pra ja që si jam si këta, se dhe ti s'ke qënë si ata në atë kohë. Po, unë kam ikë 6 muaj para se dhjetorit. Po, mos t'ikim nga personalja. Po t'isha me këta, unë do isha sot parlament, se mora vota më shumë se gjithë këta. Jam dakord, po pse? Po pse, se atëherë qëndroi fjalë. Se refuzova këtë që rritë e këtina më pas. Ti the, me që dole aty, ti the, dhe aty u kapën gjithë me ty, ti the që po t'dalë unë i dyti, po dali vetëm një, unë nuk do jetë ai që është i pari. Pra, kur ti jep fjalën, duhet i marrësh fjalës me që fol. Politika është prostitut. Jo. Po, politika është prostitut, e ka thënë Churchilli me që. E ka thënë Churchilli. Po duhet ketë një moral mrena i moralitetit. Jo. Politik. Pra, ka të tilla si ajo që përmendet ti që merren me politikë, po politika në vetvete nuk është ashtu. Ka dhe njerëz të mirë në politikë në gjithë botën. Po kudo ka njerëz. Tani me gjithë politika ka degeneruar në gjithë botën sot. Po mirë, ajo që unë po them është këtë. Ti thua dhe një fjalë. Ta marrim me radhë, me që se hape. Po. Se nuk kemi pas rast të bisedojmë. Faktet janë shumë të rëndësishme. Një. Kur e kam bërë unë atë deklarate, dini? E ke bërë para zgjedhjeve. Sa muaj para zgjedhjeve? Tash s'kujtoj, po e di që para. E kam bërë në dhjetor të vitit 2024. Po, çfarë ka? 6 muaj para zgjedhjeve. Po. Në kohën që unë e kam bërë atë deklaratë, kam qenë koalicion me njeri apo e kam bërë si parti politike e Bënjan? E ke bërë, ke qenë vetëm? Vetë, shumë mirë. Kam thënë unë që atë mandat doja kaloj, nëse merret një doja kaloj gruas më të votuar në listën tonë. Po. Iku dhe ky fakt. Pra një fakt është që kam thënë 6 muaj para zgjedhjeve. Fakti i dytë është që kam thënë pa qenë në koalicion me një parti tjetër. Fakti i tretë është që kam thënë që pas meje do ta marr njeriu më i votuar, grua i partisë tonë. Tani hym në koalicion. Unë kam qëndruar në atë fjalë zotëri, se ai mandat nuk erdhi kurrë te unë që të shikoja ti do e mbaj apo jo fjalë. Tani unë të sfidoj ty. Po sikur unë të ta provoj ty me dokument të shkruar, pra komunikim telefoni, që unë gjatë gjithë kohës i kam kërkuar zotërisë në fjalë, eja që unë të mbaj fjalën dhe ai mandat i kaloj gruas më të votuar të partisë tonë. Se unë nuk isha mandat të adhuroja dhe një tjetër. Dhe nuk ka pranuar duke thënë, ti zotri, ke dhënë një fjalë ti, nuk e kam dhënë unë. Me quhimin që ta merrte zotria që të shkonte te Edi Rama, si të shkoj dhe po shkon te pazari që po del hapur për avokat popull. Tani, ku është mos mbajtja e fjalës nga ana ime? Më erdhi mua ndonjëra ai mandat dhe nuk e mbajta fjalën, se këtë s'po kuptoj unë. Do ti që se mbajta unë apo është kështu siç thua ti? Jo. Ti dole do ta morë unë mandati, pastaj u kriju gjithë gjyrollia. Zotri, mandati nuk dhurohet. Nëse s'ka dhe një herë, mandati ishte i Partisë Lëvizja Shqipëria Bëhet që populli ja dha.